Me kujdes sepse kjo temë e prek secilin prej nesh që jeton në Gjermani, ndaj nuk do të ishte ndoshta keq ta shpërndani këtë video. A do të punojmë edhe më gjatë para daljes në pension? A janë pensionet e sigurta në Gjermani? Sa do të jenë pensionet dhe si do të garantohen ato? Këto janë vetëm disa nga pyetjet e shumta me të cilat janë marrë sot dhe javët e fundit kancelari Merz dhe partitë në pushtet, por edhe një komision i posaçëm. Dhe në fund, ato kanë vendosur që të pranojnë të gjitha 33 rekomandimet e një komisioni të posaçëm për pensionet, siç quhet. A do të ketë megjithatë ndonjë ndryshim? Nuk mund të them, por këto rekomandime tani duhet të shndrohen në projekt ligj, pastaj të miratohen në Bundestag dhe Bundesrat dhe të shndrohen në ligj. Pra, akoma nuk janë përfundimtare, por qeveria thotë se do t'i zbatoj të gjitha këto rekomandime. Unë këtu me siguri që nuk mund të them të gjitha 33 rekomandimet që priten, por ja disa prej ndryshimeve më të rëndësishme që priten në të ardhmen. Por më rëndësishme është, siç tha vetë kancelari Merz, pensionet do të jenë të sigurta, e shpresohet që madje edhe do të rriten, ndonse do të ketë disa ndryshime jo të këndshme. Por të shohim cilat janë ndryshimet. Dalja në pension në të ardhmen nuk do të jetë e mundur me 63 vjet, pavarësisht faktit që dikush ka punuar 45 vjet. Dalja në pension do të lidhet me jetëgjatësinë e pritur dhe jo me moshë të caktuar. Kjo do thotë që dalja në pension varet nga pritshmëria mesatare e jetëgjatësisë. Nëse njerëzit jetojnë më gjatë, do të dalin më vonë në pension. Ndaj mendohet se pas disa dekadash mosha e daljes në pension do të shkojë në 70 vjet. Në Gjermani do të krijohet edhe një fond për pagesa të posaçme, i cili do të lidhet edhe me aksionet në tregjet financiare e që duhet të shërbejë si mbështetje e pensioneve të rregullta. Një sistem i ngjashëm ekziston edhe në Suedi për shembull. Në sistemin pensional në të ardhmen duhet të paguajnë edhe kategori të tjera, si për shembull personat e vetpunësuar, politikanët dhe disa kategori të tjera, por kjo akoma nuk është saktësuar deri në fund. Ndryshime do të ketë edhe sa i përket pagesave të kontributeve për pensione për personat që punojnë me minijob. E do të ketë edhe ndryshime të tjera, por edhe njëherë. Këto janë propozime të komisionit të posaçëm për pensionet, i cili përbëhet prej 13 anëtarësh, të cilat pritet të zbatohen dhe që qeveria thotë se do t'i zbatoj. Megjithatë që tani ka kundërshtime nga opozita dhe disa qarqe të tjera, ndërsa 74% e gjermanëve në sondazhet e para pas publikimit të këtyre masave nuk besojnë se do të realizohen në tërësi. Sidoqoftë, duhet të presim dhe të shohim se çfarë do të parashikohet me projekt ligj dhe nëse do të miratohet projekt ligji dhe të bëhet ligj në Bundestag dhe në Bundesrat, kjo pritet para pushimeve të verës. E kur të miratohet ligji, unë me siguri që do t'ju njoftoj me të gjitha detajet. Por edhe njerë, qeveria thotë se do t'i realizoj të gjitha këto propozime. Të shohim. Ndryshe në Gjermani ka aktualisht rreth 21,5 milion pensionist, e ky numër pushtohet nga dita në ditë. Sidoqoftë, mos harroni ta shpërndani këtë video dhe të abonoheni në kanalet e mia, sepse unë në ditët në vijim dhe në javët në vijim do t'ju njoftoj jo vetëm me këto çështje, por edhe me zhvillime tjera më të rëndësishme në Gjermani, Kosovë, Shqipëri dhe vende të tjera. Faleminderit dhe mirupafshim.